Ky flamur e shapur në 30 qytetet e Shqipërisë, në Dardanin, Ilirid, në Malëzi. Ne si shoqata adhetare sot në ditën e dy kombëtarëve që luajnë sot për botëror, luajnë dy zemra për një komb. Dhe kjo është e gjithë motiva që ne po e kemi zbukuruar fierin dhe kemi bërë kaq bukur që në këto orët e para që ne presim sot një rezultat nga djemtë tanë Dardan dhe nga djemtë tanë që janë në Poloni me rezultat pozitiv që t'i shikojmë një herë në botëror. Dhe ne si shoqata adhetare ne i ndjekim në çdo lojë që luajnë në të gjithë stadiumet. Ky flamur e shapur dhe në stadium, po mundësia sot nuk ishte për t'ikën në Poloni, ne zbukuruan qytetin tonë të fierit dhe ky shesh këtu do mbushet në orët e mbrëmjes plot me të gjithë fierakët. A është kjo një thirrje për më shumë mbështetje ndaj kombëtares tonë? Thirrja është një gjë më e bukur, sa bukur do ishin gjithë shqiptarët nga Nishi deri në Prevez, siç janë sot në ditën e ndeshjeve të dyja kombëtarëve. Shqiptarët duhet të jenë bashkë, një komb, një flamur. Do fitojmë apo jo? Do fitojmë se s'bën, se do vetë Zoti. Faleminderit dhe juve.